Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se dy sadakaja, dy shpërblimit të sadakas i ke kur i ndihmon të afërmit tënd, ndërsa një sadaka shpërblim e ke kur i ndihmon të largëmëve të tu. Andaj filloja prej atyre të cilët ty të rrethojnë mas afërmi. Nisja mos i lej keq njerë fëmijët e tu, mos i lej keq gruën tënde, e pastaj mos i lej keq farefisin, duke ja nis prej vëllezërive, prej motrave. Ne çuditemi me disa njerëz, të cilët pyesin dhe thojnë: "O hoxh, a bën t'ja jap zeqatin vllaut tim?" Po ti vllaun e ke lënë për zeqat, motrën e ke lënë për zeqat, në gjendje të rëndë, duke e shikuar gjendjen e saj dhe gjendjen e tij dhe shkon dhe i ndihmon botës dhe të huajve. Kjo është krejt në rregull, mirë po nisja prej aty ku e ke më shumë shpërblim, më shumë sevap. Prandaj Allahu Azza wa Jall, pasi që na urdhon që të sillemi mirë me prindërit, pra në radhë parë të ndihmojmë atyre, e pastaj të fillojmë me të afërmit e tonë. Bile thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala se nëse njeriu e shpenzon të gjithë pasurinë në hajër, në aty ku e meriton, thot nuk llogaritesh përdorim, edhe nëse krejt pasurinë e jep, nëse është vendi ku e meriton. Ndërsa thot, nëse shpenzon sa një grusht në një vend ku nuk e meriton, në një vend ku është i ndaluar të shpenzohet atje, në një vend ku është haram, ti ndihmojsh të keqes, thot kjo te Allahu Azza wa Jall llogaritet shpërdorim. Pra nëse njeriu e shpenzon pasurinë në atë që e meriton, nuk i llogaritet shpërdorim. Edhe nëse e jep të gjithë pasurinë e tij, nëse i ndihmon të afërmëve të tij, nëse i ndihmon rrugës së Allahut Azza wa Jall, davetit, nëse i ndihmon xhamiave, nëse i ndihmon projekteve të hajrit, në ndërtimin e spitaleve, shkollave, e kështu me radhë, rrugëve, duke ja nisur prej më të afërmëve të tij e pastaj edhe të tjerët, kjo nuk llogaritet shpërdorim edhe nëse jep miliona. Ndërsa nëse jep një grusht në haram, në dasmat me muzikë, në lakuriçsi, në gazino, në disko, e ku ta di unë çfarë, në projektet e ndryshme të sherrit, projektet të cilat i thirrin njerëzit drejt devijimit nga rruga e Allahut Azza wa Jall, kjo do t'i llogaritet atij shpërdorimi i pasurisë israf dhe do të merret në llogaritë Allahu Azza wa Jall edhe nëse ndihmon sa një pikuj.